Me 76 vota për deputetët miratuan ndryshimet në kodin penal, të propozuara nga një grup deputetësh të shumicës. Sipas pushtetit, kjo nënkupton forcimin e politikës penale dhe riparimin e dëmave nga ndryshimet në vitin 2023. Новите законски решения ја враќаат суштината. Zgjidhjet e reja ligjore rivendosin thelbin e politikës penale, parandalimin dhe luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, forcojnë kompetencën e prokurorisë për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit, dhe janë në përputhje me vërejtje të përfshira në raportin e Komisionit Evropian. Para votimit nuk ishte debat. Vetëm deputetja Jovana Mojsoska nga e Majta foli duke thënë se partia e saj ishte kundër. No toj krivičan zakonik nije ušten, nego gledam. Ne nuk e shohim kodin penal ende, as pushteti i kaluar nuk e miratoi, ndërsa tendenca është që as kjo qeveri të mos e miratoi. Një kod i tillë penal është vetëm zgjidhje kozmetike për të përmbushur afatin e përcaktuar nga gjykata kushtetuese. Kundërisht edhe LSDM-ja opozitare, sipas Filipçes, ndryshimet nënkuptojnë amnisti për krimin e VMRO-DPM-nes. Ovo je ušteden obit da. Kjo është një përpjekje tjetër për të treguar diçka si një ligj reformues. Dorëzimi një ligji reformues dhe amnistimi i zyrtarëve aktual lejohet në një derë të vogël. Ndryshimet në kodin penal do të jenë një zgjidhje kalimtare, derisa të përgatitet kodi penal krejtësisht i ri nga një grup pune në Ministrinë e Drejtësisë, i cili sipas njoftimeve të fundit duhet të jetë gati deri në qershor të këtij viti.